Instituti i Statistikave raporton për një tkurrje të popullsisë nga 1 janari 2025. Sipas Instat, popullsia shqiptare më 1 janar 2025 rezultoi 2.36 milion banor, duke pësuar rënje me 1.2% krahasuar me janarin 2024. Rënja e popullsisë ka ardhur si rezultati 2 komponentëve kryesor demografik, së pari nga emigracioni dhe së dyti nga rënja e lindjeve. Një tjetër tregues shqetësues gjithashtu është plakja e popullsisë. Mosha mediane është rritur nga 43.5 vjeç në 2024 në 44.3 vjeç në fillim të vitit 2025, duke reflektuar uljen e linçmërisë dhe emigrimin e të rinjve. Kjo e ka çuar edhe raportin e varësisë së të moshuarve në 33.3% në rritje nga 31.1% një vit më parë. Tirana është i vetmi qark me rritje të popullsisë, ndërsa Shkodra dhe Kuksi regjistrojnë rënjet më të mëdha.